Mirë se ardhët në një tjetër epizod të Tipi Talks. Sot jena me njeriun që kujdeset që gjithçka të funksionoj ashtu që duhet, duke u nisë nga hapësirat, ambienti edhe siguria e përditshme. Me mua sot është Sabit Plana, Facility Manager në Tipi Kosova. Mirë se erdhe, Sabit. Faleminderit zona, kënaqësi që jemi bashkë këtu. Sabit, e di që krejtve ju thamë, se më intereson edhe mu, po edhe tjerve që na dëgjojnë edhe na shikojnë, qysh ka nisë rrugtimi yt në Tipi Kosova? Duke qenë kohë gjatë në këtë fushë, me njerëzit, cilët nifmi ose kemi bashkëpunu ndërkohë, atëherë kemi ardhur deri te kontakti i parë me Teleperformancën edhe ku marrë një ofertë që me pa mundësinë e bashkëpunimit. Okej, kur po e fillon me tregu qysh ka nisë rrugtimi yt, po më intereson mas pare me ditë që sa vjetë sa je plak në Tipi, që sa vjetë je në Tipi? Natyra e punës, cilën e bojon, atëherë ka qenë edhe si nevojë me qenë prej të parëve. Atëherë ndihmë shumë krenar, këto e potencoj gjithmonë edhe gjithkund që jam i pari punësun, tashmë jo vetëm në Kosovë, po më gjerë edhe në Ballkan, pasi që tjerat janë hapën pas Kosovës, që i bie 8 vite gjysë. Okej, ka gjako. Pa ka naj detaj, naj moment ashtu ma specifik që e kujton si ditën e parë tanën? Po, me kohë kom kuptu kush është Teleperformanca, edhe sa është e madhe, sa është serioze, t'jemi sinqert pavarësisht përvojës time gjatë në këtë fushë, kur e kum pa madhështinë e saj atëherë kom mendu që ka me qenë një sfidë e radhës për mu, mirë po ja kemi dalën mirë. Okej. Të përmenda dhe të prezentova si Facility Manager. Po, qysh ka fillu pozita jote e parë, qysh ka qenë, se normal, je moti në këtë fushë, qysh ka qenë pozita e parë dhe mandej qysh e ngrit në rolin si Facility Manager? Po, kom fillu vetëm si facility. Jem kujdes natyrisht për ato fazat fillestare, të strukturimit të ndërtesës e tjera. Pastaj me punën, angazhimin, kom dëshmu vetën, tha ndryshe, kom bind menaxhmentin e TP-s edhe kom kalu ose më kallon pozita e menaxherit. Okej. Për ata që nuk e din, që ka bën një facility manager, a mundesh pak me na spjegu që do këtë një ditë e jotja në këtë fushë kur ti vjen punë zyre të Tipis? Atëherë, dita jonë fillon bashkë me ekipin duke bërë një kontroll të detajuar të ndërtesës, duke kontrollu higjienën, ndriçimin, ajrosjen, sigurinë, e gjitha ato çka janë brenda përgjegjësive tona të punës, në mënyrë që gjithë kolegët ndihen sa më komod edhe të sigurt në vendin e tyre të punës. Okej, që me nis ditën mbar, ashtu që duhet. Sakt. Kur po thuaj ekip, sa veta jeni në ekip? Prishtinë kemi 3 objekte, kemi edhe objekte tjera jashtë Prishtinës, në total duke përfshi ekipin e mirëmbajtjes, të higjienës, sigurisë rreth 25 veta. Okej. Nuk ka punë që nuk ka sfida. Sfidat janë se kur të punon gjithmonë kime pas edhe sfida. Cilat janë sfida që ti si Sabit je përballë edhe qysh i ke menaxhu? Sfidat janë ndryshojnë prej stimëve, ndryshojnë prej ditëve, ndryshojnë prej kohrave. Nëse munda me qujtë sfidë është ju e keni parasysh në sallat tona operative, është një numër i madh i njerëzve, edhe gjithmonë pavarësisht që ekziston një standard i temperaturës ose i ndriçimit ose tjera, çështja është shumë relative, dallon për njerëzve prej njërit te tjetrit. Dikujt i duket pak më nxehtë, dikujt i duket pak më ftohtë, edhe neve mundohemi me balancu ato, me pru deri aty ku gjithë janë. Që për krejt me kon taman. Okej. Nëse kjo është sfida, atëherë kjo s'ka sfidë për ty. Absolutisht jo.
Jemi mirë të organizuar, Po. jemi moti në këtë fushë, ekipi është përgatit bukur mirë, kanë kry edhe trajnime tjera, mbrenda dhe jashtë TP-s, kështu që është e sakt nuk muna me cujtë sfidë, po nuk është që ballafaqohemi me diçka tjera. Okej. Me qenë se je një prej të parëve, punëtorët e parë në teleperformancë, a e mban mend në situatë emergjente që i keni pas, që s'mundesh me harru në shtakur edhe që ka ndodhur ashtu pa prit, se janë do sene ki punë me sene teknike gjithmonë, edhe nuk janë kanë janë në dorën tane. Po, më kujtohet një kohë dimrit, para disa viteve, për fatin tem, atëherë isha edhe me grep. Edhe përfundum punën, edhe isha shumë i lumtur që ishim para vikendit, ditë e premte. Na po përgatitëm me shku në shtëpi, edhe pat ndërprerje të rrymës. Tash për djenin tonë edhe gjithë atyne që na dëgjojnë, kur ndalet rryma neve kemi pajisjen e UPS-it, e cila është një pajisje në mes rrjetit edhe gjeneratorit. Ajo mban, do me thonën, objektin me ndryqim për deri sa të starton generatori. Unë nda rryma, metëm shtangën gjithë para derës, edhe po prestim kur starton generatori. Generatori nuk po starton. Pritëm, filloj mu ngri tensioni i jonë, sepse generatori s'po startojke. Metëm ashtu të e pa njën e tjetërin qka tashti, sepse UPS-i është një pajisje cila e mban vetëm një 15-20 minuta maksimum. Edhe deshëm që i kena 20 minuta kohë për me bo një zgjedhje që me startu generatori. Pavarësisht që neve si ma standardeve i servisojmë, testojmë çdo javë krejt, po... është prap teknike. Është çështje teknike cilat edhe gjanën edhe ndodhin. Pas nena u konsultuam pak me kolegët, e pam që generatori nuk po starton, edhe fillu me dhonë ide, çka me bo tash, se merrem me men nëse me një vend ku janë 700 punonjës, ndërprejet rrymë edhe mbetet objekti në terqa, do me thonë aja. Do me thonë, imazhi teleperformancës, imazhi jonë, humbjet cilat krijohen e tjera. Atëre nuk ditëm qa me bo tjetër, po pa një pa dy merdh si ide me ek baterin e makinës tem edhe me vendosë në generator në mënyrë që me startu, se e pam që problemi kështë qenë bateria. Edhe janë momente që duhet me vepru shpejt. Natyrisht, është një moment që duhet me po një zgjedhje shumë shpejt, edhe me tregu shkatësin tonë, edhe me parandalu gjdo prishet e margjit para klientave tonë, ose që gjeneron edhe humbje financiare shumë një ndërpremje tij. Po, edhe këta e paske menagju shumë mirë edhe shumë shpejt. Si është me koordinu kaq shumë detaje që njerëzit prej jashtë, sigurisht që ndoshta as nuk i vrejmë, por janë thelbësore në punën që e bën. Mrena ekipës i kem punë të ndara. Natyrisht prej shkallësive, aftësive, se cilët prej kolegëve mrena facilitin, neve kemi ndodhe detyrat. Për shembull, një prej tyre është i cili mirit ma shumë me çështje teknike. Kujdeset ma shumë për rrjetin elektrik, generatorin, UPS-in, ujin e tjera. Dikush tjetër kujdeset ma shumë për shembull për sigurinë dhe shëndetin punë, shef për shembull nëse gjitha këto infrastrukturat teknike është mirëmbajt me kohë dhe me sipas asaj që kërkohet, standarde ose prodhuesit ose ku ta diën. Dikush tjetër mirët për shembull me gjana që janë më sipërfaqësore, sikur niveli temperaturës, ajrosja,
ndriçimi, karriket, ashensori, higjiena, siguria, është gjithçka në vendin tonë. Pra, mbrenda ekipës kem nda detyrat tona sipas asaj që secili performon më mirë në atë pjesë. Okej. Atëherë, domethënë që kjo është edhe suksesi krejt mbrapa kësaj që e kini ekip që janë krejt ndam detyrat, e din se cili që kanë me bo dhe për me funksionu gjithçka mirë. Çka mendon që e bën një hapësirë edhe një ambient sa ma atraktiv për punonjësin, se 8 orë me nejt në punë është nështë ma garë se sa me nejt me të shtëpisë. E vërtet, edhe ashtu thojmë mes nesh që më shumë po rrim bashkë me një Se sa me të shtëpisë. Se sa me të shtëpisë, më shumë po kalojmë kohë se sa të shtëpia. Neve tashmë kemi bërë një përvojë bukur gjatë. Kemi përcjell standardet, flasëm me kolegë tonë, marrë mendimet e tyne, çka e bën më të mirë. Më të mirë e bën kur është gjithçka të funksionu. Unë mendoj që higjiena, për shembull, higjiena duhet me qenë në nivel për shumë arsye, të cilat i dim sikur në për shtëpia tona për shembull. Higjiena duhet me qenë nivel, ndriçimi duhet me qenë nivel, temperatura duhet me qenë nivel, ajrosja, invertarin e kemi shumë cilësor për cilën kujdesemi rregullisht, si thashëm në fillim, që çdo ditë bëjmë një kontroll të detajuar të objektit, ngjyrat mrena të brandingut, cilat i ka teleperformanca, edhe asnjëherë nuk kalojmë kolegë cilat punojnë në përhapësina të ndryshme pa marrë edhe feedbackun e tyre. A ju pëlqen, çu shpjo dokët, apo doni diçka më ndryshe, a keni ndonjë preferencë, pra edhe feedbacku i tyre na jep është Ju nimon juve që ndim të madhe në mënyrë që ata muni sikur të shtëpia. Okej. Këtu mu i vish me aprovu këtë sen, se sa herë vi në tipi, për një me e kam ndjesin që për një me jam si në shpe. Që kjo është edhe për shkak te e sabit. Cila është pjesa që të pëlqen mas shumë ti në këtë rol, si facility manager, a janë njerëzit, a është dinamika e punës, apo ndjenja që ta jep ty që funksionon gjithçka mirë? Gjitha, po feedback kur marrim prej kolegëve tonë që gjithçka po funksion mirë, ajo është një ndjenë shumë e mirë për neve, jo veç për mu që menaxhoj facilityn, po për gjithë ekipën, natyrisht edhe për kolegë tjerë. Është kënaqësi kur merr një feedback mirë, që gjithçka po funksionon, është po nihen mirë, dhe natyrisht kjo është përveç ndjenje mirë, është motivim për të hulumtu me bo hala ma shumë edhe ma shumë. Por besoj shumë që edhe dinamika. Se pakon dinamike në punë, çdo ditë me pas diçka ndryshe, menoj që bëhet mandej shumë boring edhe Për ndryshe nuk kisha me qenë aty ku jam. Unë jam edhe përka natyra si tipi që nuk mundem gjatë qatë kohës në zyrë, ose nuk mundem gjatë qatë kohës në lëvizje, ose se kalon në rutinë, kalon në monotoni. Kjo është bash ajo që ka mendoj edhe më shton prej tjerëve që bashkë këtu e ki vendet. Pra më pëlqen, kur jam prej një objektit në objekt, kur jam prej një hapësinë tjetër, sot miremi për shembull me zhvendosjen e disa kolegëve me një hapësirë tjetër, ma vonë ndrojmë diçka tjetër. Okej. Po du me ndërhy shumë shkurt diçka, se kur e përmendet që të pëlqen që qëndrimi i hapësirave, a ki tash si defekt profesional që kudo që shkon, në objekt që i këqyr ndryshe sanet? I këqyr në atë aspektin e rolit që i ki? Nuk e di, muna me thonë që nështë është edhe defekt profesional, po kohë e gjatë këtu ku jem, kohë e gjatë këtu ku jem, tash neve i dim pak a shumë preferencat e kolegëve, i dim standardet, i dim ato çka është e pëlqyeshme, nevojshme e tjera, edhe kështu që sa herë bëjmë lëvizje prej një vendit në një vend tjetër, atëherë me një herë i detektojmë ato gjona të cilat nuk janë vend vetë, edhe natyrisht. Prandaj po e them si defekt profesional, se mandej shkon ti këqyr sanet pak më ndryshe. E vërtet. A ka ndonjë sekret vogël
për menaxhimin efektiv sidomos kohës edhe të prioriteteve të punës tane. Po, ka një sekret, po natyrisht që sekrete së tregoj. Për neve pak. Jo, kisha me thonë që jemi shumë të motivuar. Kushtet e tona të punës janë të mrekullueshme. Nuk na mungon asgjë, as trajnime, as vegla, as këshilla, është të tere hapur në aty ku neve kemi nevojë me marrë ndaj mendim ose diçka tjetër. Kështu që sekret kisha me qujt ndoshta ose forcë e kësaj, më mirë, kisha me qujtën motivimin ton, kohën e gjatë në këtë fushë, bashkëpunimin me tjerë, edhe krejt këto bashk, ndoshta për ju që nuk jeni në këtë fushë, ju duket sikur na e kemi një sekret që gjithçka po funksionon. Jo, është bashkëpunimi, është motivimi, është përvoja e gjatë, është mundësia që neve marrim gjithçka që na nevojitet për me kry punën tonë në mënyrë më të mirë të mundshme. Okej. Nëse puna jote do të ishte një film, si do të quhej edhe cili do të ishte momenti ose ashtu aksioni i ditës tënde në atë film? Shumë pyetje fane. Kisha me thonë, nuk e di, gjenerata që janë pak më të vjetra, sigurisht ju kujtohet ka qenë një film i animun, i preferuni jam, cilën e kom përcjell aty ka qenë dikon mes viteve 80-ta, 90-ta, Sport Billy. Sport Billy është një personazh shumë i këndshëm, e du, edhe ku ndosh gjithmonë edhe sikur fëmijë, është një personazh i cili e ka një çantë me vete, edhe gjithkund ku personazhe tjera bojnë probleme ose kanë vështirësi, e hap çantën e nxjerr dhe ka gjithmonë ato që duhet me rregullu problemet. E kështu që shpesh ndihemi mas një pune suksesshme sikur Sport Billy. Jo pak prej kolegëve atë na bojnë A i ki qantën me veti. Shumë mirë. Para se me kalu të fundi, po më intereson sabet, qa janë këshillat për persona që nështë sa kanë fillu në fushën e facility, qa duhet me pas një iri qa për këtë fushë, do më thonë? Si gjithkund tjetër edhe këtu, po natyra e jone punës të bon dush me qenën i gatshëm për të intervenu ose për të përgjegjë 24/7. Natyra e punës është e tillë. Pra, nuk mundesh me thonën që e kam vikendin përpara edhe deri të hanën jam i lirë. Jo, se mundet me pas probleme teknike për matë ndryshmeve. Sidomos të na në Kosovë, nalët të ujit, nalët të rryma, me paralajmërime, pa paralajmërime e tjera. Kështu që dush me qenën i arritshëm gjatë gjithë kohës. Mendoj që njerëz të cilën e bojnë punën facility janë njerëz që duhet me konë njerëz që e dojnë ato. Tu i pas parasysh edhe gjitha këto sfida që i sjell me vete, po. Kjo natyrë e punës për shembull. Këtu nuk mundesh me thonën për shembull e përfundova në 4:30 punën edhe mu jam i lirë. Nuk mundesh me thonë që po shkoj në vikend edhe jam i lirë. Nuk mundesh me thonën për shembull që jam komar pushim edhe me ndërprej gjithçka. Po flas, nështë po nisna prej vete sepse e du shumë, edhe si natyrë të punës, edhe si profesion, edhe vendin ku jam në teleperformancë, ndihem jashtëzakonisht mirë, ndihem i respektuar, ndihem i vlerësuar, edhe kjo do të me qenën motive më i madh për secilin aty ku është. Tri cilët mirën, natyrisht që ose fillojnë këtë punë, muna me thonë që du të me qenën të gatshëm me pranu sfida për matë ndryshmeve, në kohënat për matë ndryshmeve, si këshill duhet me bashkëpunu ngusht me qedh, ashtu fitohet përvojë eksperiencë, edhe ma ndej kur kalon në nivele ma të larta menaxheriale, atëherë natyrisht me përvojën tane edhe me nevojat cilat i ka kompania për atë shërbim, atëherë strukturon një ekip, ndon përgjegjësitë edhe fillon bjen pak nga shifri. Çaj 24/7 mandej. 24/7 fillon edhe shpërndahet masena në gjithë kapak. E kuptueshme. Faleminderit shumë, Sabet. Ke shumë kënaqësi me pas ty si mysafir edhe me fol. Unë të një, sigurisht të një që gati 9 vite, po
tjerë që nuk njohen me njerin që për me për kujdeset që gjdo sen me konë në vi. Mundohemi. Faleminderit shumë për gjitha zona, neve e vërtet që njihemi kohë shumë gjatë, kemi pasën edhe bashkë shumë sfida, cilat i kena kalu në mënyrën më të mirë të mundshme. Sfida, folëm pak edhe më herët për sfidat. Unë i quj sfida ato që vetëm derisa të vinë të na. Mas nena si të bëmë ekipa bashkë. Mandej ti sfidon sfidat. Mas nena si të kemë në tavolin që thot një shok jam e fatosi, nuk është më sfid. Na jena sfid për sfidën. Okej, faleminderit shumë edhe një herë, Safet. Faleminderit shumë që na shikuat edhe na dëgjuat në Tipi Talks. Deri në episodin tjetër, mirëmbëjtje.